Okej, unë Mateo, shofra që është këtu. Jepi, ha? Është këtu. Imitoni pak idollat e ju. Se idollat a keni, imitoni Po ishin do me thënë ke cepi banjo. Po, vazhdo, jepi. Unë në banjo, marrë punët e mia, dal nga banjoja, i shoftu për qafutu për... Ulen tokë. Shke ju e pse bo gjeloza, apo që martu më rogerte, si bando të këto skena publike. Aman me Juela, aman, po ku dhe t'ja hedhësh këto? Mua do më hedhësh ke syve ti me mote se sa erdha na punë, sa erdha punë e gëzova, se kisha porositur një 2 kuti të mëdhaja të kjo, të Dedia Group, Extra Latte Coffee, edhe thash, të ulem të qetson, ta provoj. Ta provoj, ulem shikoj, qatë që me si shampun të ditën, shof ty të shimi tonë, Mateo dhe Brikene se si përqafuar. Po ku dhe hedhësh ti këto me? Ku dhe hedhësh? Mua do mi hedhësh ti mua këto? Kam 5 vjetë që rrihe me ju, jam rrahur me vaj me uthull me juve, do me thënë, me situata tuaja, e di se si funksionon. Po ti e ke përdorur si pretekstat e jo, hajtë përqafoj të imitojmë këta net, përqafojnë qik rogjerë, se ama se pëti qa plasa. Nuk e di pse e mendoj kështu, për shemë. Nuk e di, kam drejta mendoj se normale, në bas të situatave të përqafimeve që pame të gjitha me radhë, sa do juve thatë loj, ashtu si shta dhe Selin edhe Miri për Selin, Selin për Mirin, po për sëri janë sekuenca që nuk në koqidojnë me atë të lojës. Edhe theti hajtë për themi që sikur po e kemi këshu, imitim, bëjmë të performojmë atë përqafimet tyre edhe hajtë përqafojmë në qikë. Jam rranë me vaj me uthull, pastaj, jeni për të lexueshëm. E dim se si është situata. Rogerti është një ndër ata që i pëlqen loja, dhe ai është i gatshëm ta luajë këtë lojën e romancës, e di shumë bukur, sepse Biles e ka shprehur dhe atë natën në Prime, është i gatshëm që i tha dhe Juelës që të thash pse se loze, të thash. Për atë e di që mund ta ketë lojë.